E ku marrë dhe plakën me veti mi e pru më një muë. Po kjo po drën pej tyne veç apo rri karshi. 8 fëmi ka rrit që tu kjo. Që të shpijnë e vogël që tu. Qatë ke shumë qef me nejtë edhe këpucat jau kena më shi. Kur e dalë, mune kunët se po lypi izë. A këtyne herve që ka krisë dyra, o filan, o hajde byrëm. Unë e gjinda në fshat ku kum le edhe deksteti vonë këtu kemi jetue. Jë ndalë krejtë këjshia pe këtuhi, faleminert pe ju që jeni orë me na vizitue, Allah është përbeh me të mira, po e kemi lëshua këtu jemi konë që aty stëm 4 shpi. E jë ndalë krejtë, e kemi lëshua dhe na, po do bleti kemi qitë qitu, po mënuhëm pak, një farë me remeti. Sa koshere me bleti keni bas? I kemi një 30. Apo është vështirë mi këqyra, jetoni këtu? Vallahi, jo, na poshtë jetojmë, djelë i kam jashtë, veç me një djallë ma të vogël në jam, edhe po duhet me diçka mu mere dhe kënë punë sashtë, e po duhet, unë e kum përnua në atë kohë, kum përnua në Alban këtu, krejt Kosova më gjohin, në atë zanat që kum përnua këtu, jenarë pej të në katune, jo kum madhë kjetë. Po, ky zanat ka përcej, tash jemi do në penzi, pleqnia, të në ato po vinë. Po jemi konë kitë katon shumë larkë pej qyteti, rrugë, ja, e na u ka duhet me dalë krejt përgjësi. Po jemi konë një katon i zërshëm për punë, po jemi konë një dashni. Një dashni të bëj shumë odave. Shpia e Regjepit oda, e Mehmetit, e Haxhiluc, në konë këtë oda luishim filgjona sa u konë nata e lume. Tash, jemi me dë 3 do, ata qka në konë ata pletë shkuën, edhe këtë 2 allak se ishin ty në herë dini dinar. Jë ndalë krejt jashtë, jemi me ka një djallë. Shemull për bëjë si unë si a i tjetë dikush me jetë edhe vetën që besa. One, kur të kuha që tash edhe një 3 javë, një muaj, duhet marrë me bujtë këtu. Që ata jem pak një farë, po më nëhë mi rregulluhe. Një farë japije që tu, se na japija ti kem poshtë, po me marruhe këtu, nuk po na kuvenon. S'po na kuvenon me marruhe, e po na duhet pak diqka sa me nejtë verës, duhet një muaj ditë se këtu e lëshojnë. Që vetë sa më hangën një, e këtu duhet me i bu më kajtë se këtu e lëshojnë ecin, që sila këtu me hetë birë, sa t'je jepin edhe shkan, hu bleta, si më s'ma konë heqë, po duhet me i përcil këtu, dekstetit kryen. Vjetë jemi da mirë, si vjetë 300 kila, 340 kila i kemi gjetë, pe i tyne si vjetë, kjo verë që shka jemi da mirë. E si vjetë ashtë pede qysht merë, 30. A me ndoni mi bo edhe do ma shumë? Po, qysh ja, mi rritë numërin, pejnë 40 copa, 45, qysh lëshojnë tash, qysh të merëm, që lëshojnë. Sa ka leverdi kë profesion kështu? Pa mirë, nuk ka keq, mirë është pitimi, po edhe janë do hizmete, do shpenzime, do barna tyne, jo për rishne, për janë do shpenzime tyne, po mirë është. Mirë, me diqka duhet mu mirë i motër, me diqka po. Përveç bledve, a e punoni edhe tokën këtu, a keni tu? Po, i kositum, edhe ti doja e pun qatë ku shkollazëm i marë, i kositaj, do i kositum ne qashtu. Shqit edhe për veti se fëmin që a i kam 7 fëmi jashtë, ata pje lypin mjoltën, bina. 7 fëmi ki jashtë? 8, me qita këtu, 7 fëmijën jashtë, që i ka djemë. E mirë, jenë ratu me thmije me krejt, mirë elhamdulillah, po ata thmije që ka e në rritë këtë bagaz këtu, ata kanë hik. E kur jenë shku atje në Gjermani, kanë punu e kanë gjallnu dhe po punujnë, po gjallnujnë se jenë rritë këtu të Gazepit. Nuk jenë rritë se fa, se këj ven është që ashtu i hikun, kemi hik me gjohë me tëna, me krejt. E mirë jenë ratu elhamdulillah, përgjësi inshallah, edhe ata që asin gjuhëm i rahatujnë. Ka dhe bagren ka pa, ka moj molit.
e Sa- fushave. Sa kushton një tegull njëri? Një tegull 20 euro. Aja u siguron njerëzve që është taman origjinal. Ja, tamam se për me falca i merë 5 euro në shehra atje vallohi. Ja, po. A i merë një herë e kërkan sa është mirë në hupit a edhe mishterit. Po ju vallohi është pares dhe dhe është kullosa këtu. Nuk është se kënë vështre ku jem atje, si kur këtu. Po është kullosa, e mirë, e pastër, me uje me të tona, e qa është. Faleminderit edhe pe ju që jeni dalë në këtë fshat, ka që ju met që shumë met, e Allah ju në rovë të u shpërblef me të mira o Zot. E ku marrë dhe plakën me veti me e pru më një muë, po kjo po drënë pe tyne veç apo rikarshi. A është vështirë më marrë me blet apo i ndihmon burrit? Pasha zyti ka pak se po tutna pe tyneve që ka pak. Allahin qytet mirë, po në fshat ojri mirë, u knaqëm kur po dollu. 8 fëmijë ka rritë që tu kjo, që të shpijnë e vogël që tu. Allahi shtirë bëllu kom. E që tash mirë bëllë. Po, Mule me korë, mule me gatu, mule me i mirë shtatë të copa lëpë. Po ty. Ka pas monime tash ju, tash tjetër hesab krejt. Tash bletat për se faje. Karshi të i qyrë, karshi të i qyrë. Po me jove që jo i baj shumë sa moj shumë ke shumë qefe mirë bëllë. Qatë ke shumë qef me nejtë edhe këpucat jau kena më shirë. E tani kur jenë dalë, më shumë shpe? Jam gjoj shumë taj. Kur e dalë, mule kunët se po lypi isë, që atërë duke me ashtë drype i tavoni me adhonë, po pasha zoti, po ka përceja je ku. Ka përcej sot, të kalzova që me këta telefona, a je aty, jam, s'jam, a këty në herve që ka krisë në dyra, filan, hajde byrëm. E tash ka përceja jo. U ka një lezet, po, i sholla jeni mirë për gjithësi, e Allah ju ruajt, e falemnerë që jeni dalë me na vizitue. Zëti vruajt e u shpërbleft me Shumë të natë faleminderit. mira.